Rogerti thyen heshtjen në një intervistë ekskluzive televizive. Në një rrëfim 360 gradë, ai ka rrëfyer gjithë jetën e tij, nga emigrimi, te varësia e lojrave të fatit, deri në eksperiencën e tij në Big Brother VIP. Teksa është pyetur për problemet që solli varësia e tij ndaj lojrave të fatit, Rogerti u shpreh se ai përgjatë atyre viteve ka humbur miliona euro. Gjithashtu, ai u shpreh se gjëja më e rëndë që ai ka bërë është që ka prekur kursimet e prindërve të tij në problemet me vesin. Çdo lek që fitoja, se fitoja goxha lek në fundit, edhe çdo lek sa e fitoja, për gjysmore e humbja. Shkoja në kazino, në skedina, shprehet Rogerti. Sa para ke humbur në total? Po tani llogarite, mund të them miliona euro. Miliona euro mund të kem humbur unë gjatë viteve. Pastaj fillova duke ngacmuar dhe kursimet e tyre, që është ndër gabimet më të mëdha që kam bërë në jetën time. Ka hyrë baba jem në borxh, më ka qajt baba, më shtullur në gjunjë për 10.000 euro, që i kisha borxh një kompanie, që doja me rregullu kredin, që të mos humbja kredin. Kur kam parë babën të qajt, si more djale bëre këtë punë? Se mora vjeçën për ta fut në bank, unë se futa në bank, shkova e harxova. Aty kam thënë, ky është fundi për mua.